Nëse një iri s'ka mundësi sot me ndal një tre dhe me i fol në rrugë asaj, mënyra ma e lehtë, shkruaj në Facebook. Dhe sot ujqt të cilët paraqiten në formën e deleve janë shumë. Ndoshta të përshëndet me selam. Selamu aleikum. Kujt? Një motrës të cilën e don për Allah. E kështu me radhë, të janë mashtrimet e shejtanit që kanë kaplu në mesin e njerëzve shumë. Në mesin e trive dhe trejave sidomos, një rrezik i madh për çdo tri dhe tre që rrugët janë të hapura. Rrugët janë të hapura pas një problem. A ditën a natën, kur kush nuk e din ti me kandi duke shkruajt. Ama njeriu harron që e sheh Allahu Azza wa Jall dhe i shkruan dhe ja kthen e kështu me radhë, sa që pak më herët isha duke dëgju një hoxh i cili tregon tokat arabe për një vajzë të cilës i shkruan një djalë. A dhe kjo ndodh në jetën tonë përditshme me shumicë që trit e trejat hynë në kontakte duke e mendu që nuk e di askush, a është muhabet privat. Atë privatsin që ti e mendon dhe e shpreson, nuk i ik Allahut Azza wa Jall. Nuk ju ik me lajkeve që i regjistrojnë veprat tona. Thot një vajzë e cila muslimane mirë po i shkru një ri dhe hap pas hapi. Por atë muslimani dhe muslimania do t'i mbyll rrugën. Nuk guxon me pranu shoqëri, nuk guxon me pranu mesazhe, nuk guxon me hin diskutim fare, as selamin mos ja kthe. Mos ja kthe selamin se ka rrezik. Thot fillon nga një fjalë. Deri kur? Deri sa rritet muhabeti. Vazhdon muhabeti dhe arrin që motra muslimane e reja besimtare t'i dërgon foto djalit besimtar i cili është serioz, i cili është interesuar për martesë me një muslimane. Dhe ja dërgon disa foto. Derisa muslimania, kjo vajzë, e kupton gabimin që e ka bo. Bohet pishman. Pendohet Allahu Azza wa Jall dhe tërhiqet. Mirë po djali e kërcënon. Thot ose do të vazhdon biseda jon, ose do të vazhdon rruga jon, ose fotot e tilla që i ke dërguar ti te une privat do t'jenë publik të gjithë. Mirë po vajza pendohet sinqerisht Allahu Azza wa Jall dhe e lën dhe nuk e vazhdon bisedën, ndërsa pas një kohe fotografit e saja me mbulesë dhe pa mbulesë, e mbuluar dhe e lakuricuar që e ka bo gabimin ma herët, fotografit e saja shpërndan në Facebook që t'i shohin të gjithë. Sa që thot hoxha në fjalë, vetëm në një faqe që e shpërndan atë deri 70.000 shikime. Subhanallah, e pastaj prej sprovës madhe, prej gabimit madh, prej pendimit madh, prej damit madh që i është sjell kësaj vajze, smuret në gjendje aq trand, sa që nuk i vazhdon jeta e saj ma shumë se 4 muaj. Pas 4 muajve i adorzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Pse? Ta prish jetën tënde. A vjen kjo direkt atje? Jo, kjo fillon me një përshëndetje. Kjo fillon me një selam. Kjo fillon me një fjalë. Mirë, por rreziku dhe pasojat mund të jenë shumë të mëdha.